Edi Rama mbledh ministrat dhe drejtuesit politik pas protestave, u kërkon të zhvillojnë takime në terren me qytetarët dhe t'i përgjigjen çdo shqetësimi të tyre. Berisha pranon kërkesën e protestuesve për kufizimin e mandatit të kryeministrit në 2 të tillë, thotë se Partia Demokratike është gati ta votojë në parlament. Kryeministri kritikon kryebashkiakët e majt, disa nga drejtuesit e pushtetit vendor braktisin detyrën dhe vinë në Tiranë, kësaj praktike duhet i jepet fund. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi përplasen në sallën e gjyqit, 2 ish bashkëshorë do të fajsojnë njëri tjetrin për akuzat e ngritura ndaj tyre nga prokuroria. Gjykata e Durrësit lë në burg 25 vjeçarin që vrau fëmijën e tij në Rogozhin. Autori pretendoi në sallën e gjyqit se goditi 60 vjeçarin në kushtet e vetmbrojtjes. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Kryeministri Edi Rama mblodhi herët në mëngjes në Selin Roz, ministrat dhe drejtuesit politik, ai kërkoi më shumë angazhim në terren për t'u përgjigjur shqetësimeve të qytetarëve. Porositë e Ramës vijnë pas protestave të rinjve në bulevard, të cilët i kërkojnë ndërheqjen. Kjo e mërkurë e gjeti kabinetin qeveritar dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste në një mbledhje në Selin Roz, e kërkuar nga kryeministri Edi Rama. Për më shumë se një orë, kreu i qeverisë adresoi një sër çështjesh, me fokus protestat për çështjen e Zvërnecit. Një luftë digjitale u cilësua situata aktuale nga vetë Rama, i cili u shpreh se algoritmet e protestës nuk mund të zëvendësojnë punën në terren dhe kontaktin e drejt për drejt me qytetarët. Pikërisht në këtë drejtim u përqendruan dhe porositë e tij për drejtuesit politik dhe ministrat, të cilëve u kërkoi të jenë më aktiv në rrjetet sociale sa i përket tubimeve qytetare. Gjithashtu, burime nga mbledhja bëjnë me dije se kreu i qeverisë kërkoi një koordinim më të shpejtë mes ministrave dhe deputetëve për të adresuar problemet e qytetarëve, një çështje e cila u diskutua dhe në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të mbajtur me dyert të mbyllura ditën e shtunë. Për Ramën, është me rëndësi që ligjvënësit të jenë aty për qytetarët dhe të njihen me çdo shqetësim të tyre, duke nisur nga problemet me infrastrukturën e deri tek shërbimet. Gjithashtu, Rama tha se zyrat e deputetëve duhet të jenë gjithmonë të hapura për banorët e zonave që mbulojnë, në mënyrë që ata të kenë mundësi të kontaktojnë me të zgjedhurit e tyre. Partia Demokratike është pro kufizimit të mandatit për kryeministrin në vetëm 2 të tillë. Sali Berisha tha se opozita është gati ta votojë në parlament kërkesën e protestuesve, edhe pse një vendim i tillë prek vetë Berishën, i cili ka qenë 2 herë në krye të qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti se mbështet kërkesat e protestuesve, duke nisur nga largimi i Edi Ramës e krijimi një qeverie teknike. Por në konferencën me gazetarët, Berisha specifikoi se mbështet edhe kërkesën e tyre që kryeministri të qëndrojë në detyrë vetëm 2 mandate për gjatë gjithë jetës politike të një individi. Kërkohet kufizimi i mandatit të kryeministrit në 2 mandate. Partia Demokratike është plotësisht dakord. Plotësisht dakord. Që nesër është e gatshme të votoj në parlament dhe të bëjë thirrje qytetarëve të votoj për një mas të tillë. Pse? Sepse u bë e qartë se Edi Rama nuk lejon rotacionin e pushtetit. Në një rast hipotetik, nëse kushtetuta ndryshohet për të vendosur kufizimin e mandateve për kryeministrin, siç e kërkojnë protestuesit, 2 mandate për gjithë jetën politike, kjo prek edhe vetë Berishën, i cili nuk mund të garojë më për postin e kryeministrit, pasi e ka mbajtur këtë detyrë nga viti 2005 deri në vitin 2013. Mbetet për të parë nëse vetë Berisha po paralajmëron që nuk do të garojë më për të qenë kryeministër i vendit. Ndërkaq nga ana tjetër Berisha mbrojti protestuesit e veçanërisht Dritan Goxhën, që 2 ditë më parë lexoi kërkesat e tyre, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po përdor mjete të diktaturës komuniste kundër tyre. Edi Rama është shndruar në dajën e vet, rëmon si të thuash domethënë më thonë. Rëmon në biografinë e njerëzve në mënyrë më perverse, më të përçmuar, përpiqen të manipulojnë me dokumenta duke falsifikuar firma,
Prej momentit që protestuesit lexuan një listë me kërkesa drejtuar qeverisë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli publikisht për të mbështetur kërkesat e tyre. Socialistët dhe demokratët debatuan sot në Komisionin e Reformës Territoriale. Opozita shprehu pak kënaqësi për ecurinë e mbledhjeve që sipas saj po ecin shumë ngadalë, ndërsa shumica garantoi se procesi do të përmbyllet brenda muajit korrik. Komisioni i posaçëm për reformën territoriale nisi me debate mesantarëve. Në nisje të mbledhjes, opozita ngriti shqetësimin se afati për produktin final, që është muaji korrik, nuk do të kapet, pasi ecuria e komisionit po vijon me ritme të ngadalta. Nuk shkohet me raport dhe ai pëlqen apo si pëlqen seancës së raporti për ta shtyr apo jo. Duket qartësisht që ne në këto 20 ditë e kemi të pamundur të bëjmë atë plan që është miratuar në shkurt. Nëse ju merrni referencën datën 15, ne ka 6 muaj që po punojmë part-time. Për shkak të Orexit, ti kryesisht. Por mazhoranca nuk ishte e të njëjtit mendim. Bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku u shpreh se afatet janë vënë në bazë të ligjit e për këtë arsye ato duhet të zbatohen. Vendimi i cili krijon komisionin është një ligj i Republikës Shqipërisë dhe ka ca data dhe ca gjëra. Kaq. Mosdakortësit mes palëve bën që demokratët dhe socialistët të debatonin me tone të ashpra. Po pse ti do e vendosësh kush është procedurë? Ri atje si i ftuar. Hesht dhe dëgjoj. Dhe mua nuk kaq, patjetër, hesht sepse fole sa deshe, po të them patjetër. Kjo emërkur solli dëgjesën e fundit me kryebashkiakët në Komisionin për Reformën Territoriale. Ata kërkuan më tepër mbështetje financiare, si dhe shtim të burimeve njerëzore. Kryeministri Edi Rama u tregua jashtëpër me drejtuesit e pushtetit vendor që sipas tij lënë detyrën dhe vinë në Tiranë. Duke i quajtur sjellje të papranueshme nga kryebashkiakët, ai kërkoi që kësaj praktike të jepet fund një herë e mirë. Kryebashkiakët e Majt u përballën me kritikat e kryeministrit Edi Rama. Në eventin për infrastrukturën urbane, kreu i qeverisë, pa përmendur emra, kritikoi një pjesë të kryetarëve të cilët lënë detyrën për të ardhur në Tiranë. Po e them në mënyrë kështu të butë për komunitetin pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktik të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Ndërkohë, shefi ekzekutivit njoftoi përmirësime në transportin publik, ujësjellës dhe hapësirat urbane në kuadër të rilindjes urbane 2.0. Programi do të adresoj nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësjelljes kanalizime. Së dyti do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban. Do të kemi një park logjistik i cili do të shërbejë bashkive për të gjitha ato punime të domosdoshme të mirëmbajtjes, pastrimit, hapjes kanaleve kulluese, të kanaleve ujitse. Në aktivitet, Rama shtoi se do të ketë financim për startupet për shkak të kërkesave të larta, ndërsa bëri të ditur se qeveria synon që zonat e populluara të mbulohen nga rrjeti 5G. Të zgjedhurit e Partisë Socialiste. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi janë përplasur mes tyre gjatë seancës së sotme gjyqësore. Ata shkëmbyen akuza për lidhjet me personat që sipas tyre kanë ndihmuar prokurorinë e posaçme të ngrejë akuzat për korrupsion, fshehje të pasurisë dhe pastrim parash. Për herë të parë që nga nisja e gjyqit të tyre të përbashkët, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi shkëmbyen fjalë me njëri tjetrin. Me nota tensione të forta, ata ju drejtuan njëri tjetrit për akuzat që rëndojnë mbi ta. Ish presidenti e fajsoni deputeten,
si përgjegjëse për para burgosjen e tij, ndërsa ky e fundit pretendon se këto janë fjalë të bashkëpunëtorëve të tij për t'i vënë pikërisht përballë njëri tjetrit. Meta përjashton kategorikisht ushtrimin e ndikimit të lishëm apo të palishëm që buronte nga pushteti i tij për secili nga personat për të cilët ai akuzohet, si Adrian Shatkun, Piro Xhixhon apo edhe Monika Kryemadhin. Kjo është histori UDB-je, edhe Adrian Shatku duhet kishte ardhur këtu sa po dëgjoj emrin, se ka ngrënë bukë në shtëpinë time. Adrian Shatku u largua në vitin 1989 e mori UDB-ja, pastaj iku në Amerikë. Kjo është histori UDB-je dhe agjenturash greke. Nuk kam asnjë dieni për veprimet e Monika Kryemadhit, i di vetë ajo. Ato historitë e mesazheve i di zonja Kryemadhi. Duke ju referuar deputetit të Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, që ndodhej në sallë, Monika Kryemadhi tha se ka qenë pikërisht ai që ka ndikuar te Meta që ai të ketë këtë qëndrim ndaj saj. Boll se nuk është ashtu. Me llafet që të sjell Altin Dumani, thashë theme flet këtu. Mos u merr me llafe grash. Akoma merresh me thashë themet e Tedi Blushit. Kam 4 vjet që e dëgjoj dhe e duroj. Edhe babai im të çohet nga varri. Nuk e duroj dot më. Do të t'i lexoj dhe unë mesazhet ty, të marrësh vesh. Me llafet e këtij rroktari merresh ti. Gjykata e paralajmëroi atë që nëse e përsërit sjelljen, do të largohet nga seanca dhe do të gjobitet. Ndërkohë, këtë të mërkur, mbrojtja paraqiti argumentet kundër akuzave të ngritura nga SPAK. Avokati i Ilir Metës pretendon se prokuroria e posaçme është e motivuar politikisht, pasi provat që ata paraqesin në gjykat janë sjellë në mënyrë të palishme. Me syre bën pjesë edhe incizimi i ish-ministrit e energjetikës Dritan Prifti, i cili e ka regjistruar Metën me iniciativë personale për çështjen çezdia dhe jo me vendim gjykate. Po ashtu për episodin e lobingut, mbrojtja thotë se Ilir Meta nuk ka firmosur kontratën dhe as nuk ka autorizuar pagesat për të cilat SPAK pretendon se burojnë nga korrupsioni. Në fund, Kujtim Cakrani kërkoi dëshmitar kryeministrin Edi Rama, ish kryeparlamentari Ngramos Ruçi, kreun e grupit parlamentar Tauland Balla, Petrit Vasilin, Luan Ramën dhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë GSIS. Autori i vrasjes së 60 vjeçarit në Rogozhin ka pretenduar në sallën e gjyqit se goditi me thik në kushtet e vetëmbrojtjes, pasi ka dëgjuar palët, gjykata ka vendosur ta lërë në qeli pa fat të riun. Arrest me burg ka caktuar gjykata e Durrësit për 25 vjeçarin Meklan Meçaj, i dyshuar për vrasjen e fëmijët të tij 60 vjeçarit Trapush Mamolla. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 20 qershorit në lagjen Mollaj të Rogozhinës. Sipas hetimeve, konflikti mes dy fëmijëve ka nisur rreth orës 10 të darkës dhe ka degeneruar në përdorimin e mjeteve prerëse. Si pasojë e plagëve të marra, 60 vjeçari humbi jetën ndërsa autori pësoi lëndime të lehta në dorë. Pas ngjarjes, policia bëri të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorit Meklan Meça. Ky i fundit në seancën për vlerësimin e masës së sigurisë, tha se ka vepruar për vetëmbrojtje. Në atë ngjarje kam qenë unë dhe viktima. Ai më ka goditur i pari dhe unë kam mbrojtur veten time. Nuk kam dashur ta vras. Edhe mua më vjen keq. Unë nuk jam vrasës. Unë personalisht me atë personin nuk kam pasur asnjë konflikt, por kushëriri im ka pasur konflikte. Me mua nuk ka pasur asgjë. Nuk flisja me të. Nga të dhënat e deritanishme dyshohet se krimi ka ndodhur pas një konflikti të çastit për motive të dobta. Një aksident i rënd rrugor ndodhi mëngjesin e kësaj të mërkure në aksin Lezhë-Map, ku humbi jetën një shtetas nga Kosova, ndërsa mbetën të plagosur rënd motra e tij dhe i biri. Automjeti me të cilin udhëtonte familja nga Kosova u përplas me një trailer. Përpasoj, njëri prej pasagjerëve ndërroi jetë në vendngjarje, ndërsa dy të plagosurit u transportuan me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku po marrin ndihmë mjekësore. Drejtuesi i trailerit u arrestua nga policia, ndërsa po vijojnë hetime për të zbardhur rrethanat e aksidentit të rënd. Vëlla e motor kanë rënë në prangat e policisë në Malësi të Madhe për kultivim kanabisi. Gjatë një operacioni në territorin e fshatit Kroni i Madh, efektivët gjetën të kultivuara një numër të konsiderueshëm bimësh dhe fidanësh kanabis, të cilat u asgjësuan nëpërmjet djegjes. Agetina Pepaj dhe Pal Pepaj akuzohen për kultivimin e 308 bimëve dhe fidanëve. Gjithashtu në gjendje të lirë u procedua edhe kryeplaku i fshatit Kroni i Madh dhe vrojtuesi i pyjeve për shpërdorim detyre. Kontrollet vijojnë në të gjithë territorin e qarkut Shkodër me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike.
Situata në hyrjet e kantierit aeroportit të Vlorës ka qenë tensionuar edhe këtë të mërkur. Rojet e sigurisë nuk kanë lejuar punonjësit e kompanisë MAPCO të Begjet Pacolli të hyjnë në ambientet e terminalit dhe në zonën e aeroportit për të vijuar punimet. Kamionet e kompanisë Dyja Group të Valon Ademit vijojnë të mbajnë të bllokuar hyrjet në kantier. Në vendngjarje kanë bërritur edhe Emin Pacolli, presidenti i MAPCO, dhe vëllai i vogël i Begjet Pacolli, i cili ka kërkuar ndërhyrjen e policisë së shtetit. Forcat e policisë kanë shkuar në kantier, por nuk kanë ndërmarrë veprime për zhbllokimin e situatës, duke argumentuar se janë në pritje të urdhrave dhe procedurave përkatëse nga organet kompetente. Dhjetra vullnetar kanë ndërmarrë një aksion pastrimi në pyllin e Semanit që është pushtuar nga plerat. Nismës janë përgjigjur edhe turistët që kanë dhënë mesazhe për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Ndotja e pyllit të Semanit edhe këtë sezon veror nxjerr në pa një panoramë të pakëndshme në hyrje të plazhit. Megjithë aksionet e pastrimit nga Agjencia e Zonave të Mbrojtura në zonë kanë ndotje të vazhdueshme. 10 rinj vullnetar nga Slovakia, Ukraina, Polonia janë bashkuar vullnetarve nga Fieri për të pastruar territorin e pyllit me pishat e Semanit. Sipas tyre, zgjidhja është e përgjegjësia dhe sjellja e qytetarëve ndaj mjedisit. Është shumë pis, ka shumë mbeturina, nuk e prisnim. Nuk është kjo mënyra se si duhet trajtuar natyra. Thjesht kur vini, merrni një qese me vete dhe i hidhni mbetjet aty ku duhet. Jam nga Ukraina dhe mendoj që duhet të keni më shumë kujdes me natyrën. Nuk duhet i lëmë mbetjet tona kështu. Natyra këtu është shumë e bukur. Pra shko sa po shohim shumë ndotje këtu, nuk e besoj që është aq e kështu duhet që të rinj të mësohen me të mbrojtur vendin e tyre dhe të bëjnë më të përgjegjshëm dita ditës, jo të vetëm të flasin dhe mos të bëjnë veprime. Do ta shohin edhe vetë qytetarët që mjedisi duhet të jetë vetë i pastër, sepse nëse ndotet na dëmton edhe ne. Tonelata të tëra me mbeti u mblodhën një muaj më parë nga punonjësit e bashkisë, por ndotja vazhdon pasi zona frekuentohet edhe gjatë verës nga pushuesit që ndalojnë në pyll pas plazhit. Një ekspozitë e veçantë është hapur nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave përmes dokumenteve të ndryshme, është treguar kontributi i komunitetit egjiptian në Shqipëri si dhe përpjekjet për t'u njohur si pakicë kombëtare. Në ditën ndërkombëtare të egjiptianëve të Ballkanit, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave organizoi një ekspozitë me dokumente origjinale të cilat pasqyrojnë historikun, traditat dhe përpjekjet e komunitetit egjiptian për integrimin në shoqërinë shqiptare. Përmes dokumenteve të ekspozuara, u sollën në vëmendje dëshmitë të rëndësishme historike mbi praninë dhe kontributin e këtij komuniteti në jetën publike të vendit ndër vite. Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave shprehu gatishmërinë e institucionit për të ndërmarrë nisma konkrete në mbështetje të këtij komuniteti. Ajo që kam në dorë të bëj është me të gjitha shpalljet publike që bëjmë për vendet e punës, do të dërgoj me email të gjitha enteve, organizatave, shoqatave tuaja për të kapërcyer atë vështirësi që ju e keni normalisht në punësim brenda kritereve normative. Kjo drejtori të gjitha shërbimet që ofron për kërkime personale apo për kërkime studimore është në dispozicionin juaj me kanal preferencial. Në aktivitet u vlerësua gjithashtu rëndësia e dokumenteve arkivore si dëshmi e bashkëtesës së gjatë ndërmjet komunitetit egjiptian dhe shoqërisë shqiptare, si dhe rrugëtimi i tij drejt njohjes së plotë si pakicë kombëtare. Ky komunitet ka qenë dhe mbetet një pjesë organike e vyer e identitetit tonë kombëtar. Megjithatë, historia dhe arkivat na shërbejnë edhe si një pasqyrë për të parë sfidat tona të përditshme. Dokumentimi i saktë institucional na tregon rrugtimin e vështirë të këtij minoriteti drejt njohjes së plotë ligjore, por për fat keq, barazia në letra duhet të jetë gjithmonë barazi në praktikë. Ekspozita synon jo vetëm të promovojë trashëgiminë historike dhe kulturore të komunitetit egjiptian, por edhe të nxjisë ndërgjegjësimin publik për rëndësinë e barazisë, përfshirjes dhe respektimit të diversitetit në shoqërinë shqiptare.
Në Voskopoj është kremtuar festa e Shëmprodromit, një nga ngjarjet më të rëndësishme fetare dhe tradicionale të zonës. Për shumë besimtar, kremtimet kanë nisur që një natë më parë, pasi 10 prej tyre zgjedhin të kalojnë natën në manastir, një destinacion i njohur pelegrinazhi. Me qindra e qytetarë, besimtarë dhe vizitorë ju drejtuan fshatit turistik për të festuar këtë ditë dhe për të shijuar natyrën e mrekullueshme. Festa e Shëmprodromit konsiderohet gjithashtu si çelja simbolike e sezonit turistik në Voskopoj. Vizitorët patën mundësinë të njihen nga afër edhe me historinë dhe vlerat e veçanta të manastirit, i cili konsiderohet një nga monumentet më të rëndësishme të Voskopojës. Orkestra e Harqeve në Elbasan dhuroi emocione për publikun. Koncerti me rastin e ditës botërore të muzikës bëri bashk artistët e vjetër dhe të rinj. Muzika ka fuqinë të bashkojë njerëzit, të zgjojë kujtime dhe të flasë në gjuhën universale të emocioneve. Me rastin e ditës botërore të muzikës, Orkestra e Harqeve në Elbasan organizoi një koncert në ambientet e ish shkollës normale në Lagjen Kala, duke sjellë për publikun një mbrëmje të veçantë. Në dirigjimin e Fabiola Liaj dhe me pjesëmarrjen e sopranës Sulpiana Liaj, tenorit Noel Hoxholli dhe violinistit të njohur maestro Zeqir Sulkuqi, koncerti solli një udhtim përmes tingujve të muzikës klasike, me vepra të autorëve të huaj dhe shqiptar. Maestro Zeqir Sulkuqi theksoi se kjo ditë përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të promovuar jo vetëm artistët me përvojë, por edhe brezin e ri të muzikantëve. Bashkërisht shikoni që orkestra është mbushur tashmë me të rinj, jo vetëm student, plotësisht çfarë shikoni këtu janë plotësisht fëmijë të talentuar, muzikanta të qytetit tonë. Edhe gjithmonë sa më shumë në rritën, sa më shumë mësojnë dhe ata aftësohen, ne do t'i kemi gjithmonë hapur dyert për të gjithë të rinjt që dëshirojnë të studiojnë dhe të bëjnë artista. Me fat që për disa vitesh arrit të shijoj frytet më të mira të muzikës shqiptare. Koncerti u prit me interes nga publiku, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë artistike në një prej zonave më të vjetra dhe historike të qytetit të Elbasanit. Ka mirëpritur edicionin e parë të festivalit ndërkombëtar Ramiz Kovaçi. Në skenë janë ngjitur emrat më të njohur të muzikës klasike. Qyteti historik i Krujës u kthye mbrëmjen e së martës në një qendër të rëndësishme të artit lirik me zhvillimin e edicionit të parë të festivalit ndërkombëtar Ramiz Kovaçi. Festivali organizuar në Pallatin e Kulturës Ibrahim Bërdaku synon të ruajë dhe promovojë veprën e artistë të madh, duke shërbyer njëkohësisht si frymëzim për brezat e rinj që ndjekin rrugën e artit dhe muzikës. Atmosfera festive u pasua nga performanca live e Orkestrës Simfonike të Forcave të Armatosura, ndërsa në skenë u ngjitën edhe emra të njohur të muzikës klasike shqiptare si tenori Kasrio Tusha dhe sopranoja Ramona Tullumani. Të rrije me profesor Ramiz Kovaçin ishte një shkollë, shkolla e jetës, por dhe shkollë profesionale, si në studio, por edhe jashtë saj. Artist, një bariton që këndonte nga repertori klasik e deri tek repertori popullor, pra tek këngët e karakterit. Shumë e kënaqur që më në fund u hap sipari i festivalit ndërkombëtar Ramiz Kovaçi, një ndër e shumë viteve të mamas time, Terena Kovaçi. Jam e lumtur që u mblodhëm artistët dhe kënduam shumë repertor të cilin ai kishte kënduar gjatë gjithë viteve të karrierës jashtëzakonshme që ka pasur. Ramiz Kovaçi konsiderohet një nga emrat më të rëndësishëm të operës shqiptare. Mes roleve më të spikatura të karrierës së tij, renditen interpretimet në operat Skënderbeu, Mrika, Goca e Kaçanikut, Madame Butterfly, La Bohème, La Traviata, Carmen e të tjerë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajemi.